Omeri radiallahu ta'ala anhu e ka dash shumë Bilalin, e ka respektu shumë, sa që nëse është lavdru dikush se ka qenë në kohën e tij Bilal ibn Abdullah, e kanë lavdru sa i ka qenë Sejidul Qaum, kanë thonë që kështu zotërio i popullit vetë, zotërio i muslimanëve në atë kohë, e Bilali, e Omeri radiallahu ta'ala anhu, thotë se Sejidi i jonë, zotërio jonë është Bilal ibn Rabah radiallahu ta'ala anhu. Bile kur e ka përshkru këto, thotë zotërio jonë është Ebu Bekri, i cili e ka liruan, thotë zotërion tonë Bilalin radiallahu ta'ala anhu. Për shkak të Bilalit, Allahu qofti kënaqur me ta, Allahu Jalla wa Ala ka zbrit ajetet Kur'anit. Ka zbrit ajetet Kur'anit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur një herë një çështje apo një gjë se paria e Mekës, edhe tash normal, ju e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i kujdesshëm që të partë edhe njerëzit e mëdhaj të Mekës me pranu Islamin. Kur kanë kalu pranë tij Abu Sufjani, Abu Jehli, këta të mëdhajt, e kanë pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tunejt me kanë, me Bilalin, Suhejb ar-Rumin, Abdullah ibn Mas'udin, Saad ibn Abi Waqqasin, shumë thonë kanë qenë disa njerëz që te paria e Mekasve këta kanë qenë të pavlerë. Këta kanë qenë të pavlerë. Edhe i kanë thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse ti don mu ul apo don na me ul me tyje, që ta njerëz largoj. Nuk ka mundësi na kur flasim me ty me ndërhy këta në muhabet. Që ta njerëz largoj. Pejgamberi alayhi salatu wasallam çka ka bërë? Ka qenë e vështirë me i largu, mirë po të shpresu për Islamin e këtyne të mëdhajve, i ka largu pak. Ka thënë kur të ulna me ta largoni ju prej meje. Allahu Jalla wa Ala ka zbrit ajetin surën Al-An'am. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. O Muhammed, mos i largo këta burra nga çrrin me tyje, të cilët adhurojnë Allahun mëngjes e mbrëmje, edhe nuk synojnë tjetër veç kënaqësinë e Zotit edhe xhenetit e tij. Mos i largo prej teje. Shpresën që ti e ki në Islamin atyre paris Mekës mbaje. Ama jo me i largu këta njerëz prej teje. E shifni në nëzër, sa Allahu Jalla wa Ala këta njerëz është krenu me ta dhe këta du të menejt ofër teje. Për këtë arsye kjo është mësim i madh. Njerëzit të cilët rrinë pranë teje, kjo është mësim për ne o xhallarëve. Pa morë parasysh pozitën e tyre që e kanë. Ja kanë ndruan Allahu Jalla wa Ala, ata janë vëllezërit e mi. Se nuk e din Allahu Jalla wa Ala për hatër ty në çona i bereqet që menja s'ta vërty. Menja s'ta vërty. Se Allahu nuk i shikon njerëzit pozitat e tyre, fizionomit e tyre, kështë më ra. Pa ja e shikon zemrat e tyre. Bilal radiallahu ta'ala anhu ka qenë habeshi, ka qenë izia, përmenëm. Ama ja, ka nejtë afër pejgamberit alayhi salatu wassalam gjithmonë. Çat moment kur ka kërku me largu, nëse për më ul me parinë e ty, ne ka thonë la, wala tathrud alladhina wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Bën sabër edhe rrih me ata të cilët Allahun Jalla wa Ala e adhurojnë mëngjes e mbrëmjen.